Është vjeshta e vitit 2027, kur do të pranohen të burgosurit të parë nga shteti danez. Kështu që atje janë duke bashkëpunuar ngushtë grupet teknike të dy shteteve, sepse janë të themeluara dy komitete drejtuese nga shteti i Kosovës dhe nga shteti i Danimarkës, të cilët janë duke hartuar planet se si do të funksionojë ky burg. Ka filluar trajnimi i stafit, sepse e dini që atje do të zbatohet rendi shtëpiak danez. Ka filluar trajnimi i grupit të parë. Shumica e stafit që do të punojë në këtë burg do të trajnohet në Danimarkë sipas rregullave dhe sistemit danez të burgjeve. Natyrisht përveç aspektit të përfitimit të praktikave më të mira të sistemit danez, neve do të kemi mundësi që këto praktika të implementojmë edhe në burgje tjera, ato praktika që janë edhe në përputhje me legjislacionin tonë. Si shërbim korrektues nuk kemi interes që të lidhim marrëveshje të tjera për shumë arsye, po ka pasur shumë kërkesa nga shumë shtete të Bashkimit Evropian, por që rekomandimi i shërbimit korrektues të Kosovës do të jetë jo marrëveshje të reja, sepse kemi mjaft punë për të bërë me këto institucione, me këta të burgosur që kemi brenda shtetas tonë, dhe nuk do të ishte e rrugës që në këtë situatë ta ngarkojmë veten edhe me të burgosur të shteteve të tjera. Planifikohet ndërtimi i burgut Lipjanit, qendrës korrektuese për gra, por që është projekt 3 vjeçar, ndërtimi qendrës së paraburgimit dhe qendrës korrektuese në Prizren. Për momentin është vetëm qendra e paraburgimit, po atje është planifikuar që të ndërtohet edhe një qendër e paraburgimit, por që do të jetë me disa nivele, ku atje do të ketë mundësi të vendosen edhe të burgosurit që kanë dënim të plotfuqishëm. Kjo edhe për të lehtësuar edhe lëvizjet e familjarëve nga Dragashi, Prizreni, Gjakova, Rahoveci dhe komuna tjera të rreth. Kemi pasur rritje të numrit të parandalimeve. Vetëm në 3 vitet e fundit kemi mbi 600 raste të parandalimit të kontrabandës, krahasuar me vite tjera në periudhën e njëjtë kur kemi pasur vetëm 100 raste të parandalimit të kontrabandës. Natyrisht rezultat apo edhe sukses i jashtëzakonshëm ka qenë edhe mbështetja e madhe që kemi pasur edhe nga qeveria, veç që dini është themeluar institucioni për trajtimin e personave me nevoja të veçanta, me mbështetjen e qeverisë, mbështetjen e ambasadës amerikane, partner kryesor strategjik gjatë kësaj periudhe kemi pasur EULEX-in, Këshillin e Evropës, OSBE-n, që na kanë ndihmuar në shumë trajnime, hartimin e legjislacionit sekondar, dhe sigurisht ajo më e rëndësishme është në ngritjen profesionale të stafit, sepse organizohen me dhjetra punëtori apo pjesëmarrës janë me qindra zyrtar të cilët ju kanë nënshtruar këtyre trajnimeve. Fatmirësisht, viteve të fundit, ky numër ka ardhur duke u zvogëluar edhe si rezultati i masave, se kemi pasur raste kur edhe mbikëqyrës të lartë, edhe mbikëqyrës, po edhe oficer, po jo në numër të madh, janë arrestuar, janë edhe sot në vuajtje të dënimit, po ka raste edhe që janë në procedura. Por fati mirë që ky numër ka ardhur në vazhdimsi duke u zvogëluar. Dhe numri më i madh tash më veç e dini, ka shumë metoda, kemi problemin e dronëve, metoda më të sofistikuara përmes të cilave të burgosurit tentojnë fusin kontrabandën brenda, po ashtu metoda edhe kur nga jashtë tentojnë të hudhin kontrabandën brenda mureve në pjesë ku ata pastaj gjatë aktiviteteve, punëve arrin me i fut edhe brenda, por natyrisht janë shumë mënyra dhe metoda për cilat burgosurit arrin edhe gjejnë rrugë edhe në burgjet me siguri më të lartë në botë. Ka kontraband, por neve jemi duke bërë përpjekje maksimale që kjo dukuri të zvogëlohet. Dhe jemi në konsultim edhe me institucione tjera të sigurisë, që të sigurojmë edhe antidron, po edhe pajisje tjera të penguesve të valëve, të cilët do të na mundsojnë shumë më lehtë që siguria në institucionet tona të ngritet edhe më tepër. Kemi fituar çmimin e ekselencës ndërkombëtare, që radhitemi në vendin e parë, krahas Singapurit, krahas Kanadas, krahas Finlandës, në trajtimin shëndetësor dhe në reformën e programet rehabilituese. Natyrisht kemi arritur rekorde sa i përket programeve rehabilituese, sepse
Vetëm vitin që po e përfundojmë tani, kemi arritur të nënshkruajmë dhjetra marrëveshje të bashkëpunimit me shumë organizata vendore dhe ndërkombëtare, dhe si rezultat i kësaj është rritur edhe numri i pjesëmarrjes së të burgosurve në këto programe rehabilituese. Shto këto, vetëm gjatë këtij viti, kemi afër 600 persona që janë të përfshirë në programe rehabilituese. Për herë të parë kemi listë të pritjeve ku të burgosurit janë në pritje për të marrur pjesë në programe rehabilituese.